narkopolicia me urdhër të Edi Rams, e komanduar nga proda i krimit, proda i Gysagasit edhe Suelçels, dhunë, pegër ndaj protestuesve. Goditi me gjitha mjetet, përdori gaz lotësjellës të skaduar i cilin konventa ndërkombëtare përbën helm luftarak dhe s'mund përdoret kurrë ndaj protestave. Gazi lotësjellës ishte i skaduar prej 3 vitesh. Dhe ai pas skadimit është e njohur se transformohet në helme tjera të cilat japin dëmtime të rënda sistemeve, por mund të shkaktojnë dhe humbjen e pamjeve. U përdorën topa të ujit dhe mjetet tjera, u goditën me shkopi protestues paqësor dhe u arrestuan, u ndaluan brutalisht në akte që lartësohen në krime kundër njerëzimit. Fëmijë 10 vjeç tek dilte nga xhamia dhe s'kishte asnjë lidhje me protestën. Kishte ardhur me detyra të ngarkuara nga familjarët e tij. E morën në mënyrën më të turpshme, më kriminale.